Në këtë fushat, ekipi jon vjen me një provë të madhe. Ne bëjmë atë që se ka bërë kërkush në Shkodër për një kohë të shkurtër, atë që s'është bërë për 30 vjet, ne e kemi bërë për 2 vjet. Ne jemi e vetmja forcë që bëjmë atë që nuk e ka bërë kurrë njëri për Shkodrën, dhe që do vazhdojmë ta bëjmë. Se e them këtë? Ju i përmendët këtu investimet. Janë jashtëzakonisht shumë. Ju vetëm zonën tuaj keni pafund në 2 vjet investime që po bëhen. Unë nuk ka nevojë t'ja them. Ju e keni edhe shpirtin dhe zemrën dhe dëshirën. Por ajo që keni sot më shumë se kurdo herë tjetër është fakti që ne këtë radhë kemi kurajon që jo vetëm brenda PS-s, jo vetëm me njerëzit tanë, po ne gjithë Shkodra na duhet këtë radhë që të bëj një fitore shkodrane për PS-n. Shkodra është qytet mirënjohës, është qytet që nuk ta kursen fjalën e mirë. Unë marr pafund falënderime rrugës, kur marrni ju, merr gjithë ekipi im që është këtë radhë këtu. Të gjithë janë falënderime që qyteti thotë që po, shumë mirë, shumë bukur, s'është bërë kurrë, nuk kanë bërë kurrë ai shumë gjëra. Të gjitha këto fjalë duhet të kthehen në votë. Sepse në fund fare vota është ajo që ne na kthehet në investime, është vota që na kthehet në zhvillim, është vota që na bën të bëjmë projektin e madh të kthimit Shkodrës në një qendër siç ka qenë historikisht dhe për cilën Shkodra ka qenë gjithmonë krenare, qendra e rajonit.